Pika e parë është fuqia e imanit. Do më thonë ta forcojmë imanin tonë me punë të mira. Të jemi non stop në ngritje në aspektin e imanit. Pse? Sepse kur zemra është non stop e ndjen mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, non stop e ka imanin të gjallë në të, do të mbrohet prej të këqijave. Edhe Allahu do ta mbrojë. Jusufin a.s. Allahu e mbrojti, madje i ndihmoi në atë pozitë të rrezikshme që ishte. Pse? Për shkak të veprave të mira që i kishte më herët, se ishte prej robërve tanë, thot Allah, ishte prej robërve tanë të sinqert, apo të zgjedhur. Dhe thot Allah, li nasrif anhu su, që ne t'ja largojmë ati të keqen. Allah po thot, ne ja kina largu të keqen ati. Pse? Sepse më herët ka pas pozitë tek Allah subhanahu wa taala. Dhe thon dietarët, nuk i bën mëkat dikush Allahut, vetëm se për shkak se ju ka ul pozita tek Allah subhanahu wa taala. Sikur të kishte pozitë tek Allah, Allah nuk do ta linte që ai t'i bëj mëkat Allahut subhanahu wa taala. Andaj e para që ne duhet ta bëjmë është që të jemi të përpik në fe. Faljen e namazeve. Pse? Tenha anil fahshai wal munkar, namazit ndalon thot Allahu prej të këqijave. Prej të këqijave dhe të shëmtuarave. Do të thonë veprat e mira, forcimi i imanit është hapi i parë që ti e bën për të mbrojtur dhe për ta kontrolluar epshin tënd. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam thot: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zinaqari kur bën zina në moment nuk është besimtar. Më thon imani i tij është në ngjyrën e kuqe. Është shumë afër që del prej imanit. Më thon i hub ajo drita e imanit, fuqia, kuatul iman i hub. E nëse e forcon imanin ai para kësaj, nuk vjen në atë vepër. Nuk bjen në atë vepër. Dhe padyshim se Islami në këtë drejtim shkon sipas rregullës logjike, preventiva është më e mirë se shërimi.